21 mars. Premtimi më i mirë i Perëndisë. Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të? Romakëve 8:32. Premtimi më gjithëpërfshirës i hirit të ardhshëm të Perëndisë gjendet te Romakëve 8:32. Për mua, ky është vargu më i çmuar në Bibël, sepse premtimi që gjendet në të është aq gjithëpërfshirës, sa që është gati të më ndihmojë në çdo pikë të jetës dhe shërbesës time. Nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kurrë një rrethan në jetën time ku ky premtim të mos jetë i vlefshëm. Ndoshta vetë ai premtim gjithëpërfshirës nuk do ta bënte vargun aq të çmuar. Ka premtime të tjera kaq gjithëpërfshirëse si Psalmi 84:11. Ai nuk u refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt. Dhe Parë Korintasve 3:21-23. Të gjitha janë tuajat, qoftë pali, qoftë Apoli, qoftë Kefa, qoftë bota, qoftë jeta, qoftë vdekja, qoftë gjërat e tanishme, qoftë gjërat e ardhshme, të gjitha janë tuajat. Dhe ju jeni të Krishtit, dhe Krishti është i Perëndisë. Është e vështirë ta mbitheksojmë shtrirjen dhe gjerësinë e mahnitshme të këtyre premtimeve. Gjithsesi, ajo që e veçon Romakëve 8:32 është logjika nga e cila buron premtimi dhe që e bën atë aq të sigurt dhe të palëkundshëm sa edhe dashuria e Perëndisë për birin e tij, i cili është pafundësisht i admirueshëm. Romakëve 8:32 përmban një garanci aq të fortë dhe një themel të palëkundshëm dhe të sigurt, saqë nuk ka absolutisht as edhe një mundësi që ky premtim të shkelet ndonjëherë. Kjo është ajo që e bën atë të jetë një forcë gjithnjë e pranishme në kohë trazirash të mëdha. Gjithçka tjetër humbet, gjithçka tjetër të zhgënjen, gjithçka tjetër dështon, por ky premtim gjithëpërfshirës i hirit të ardhshëm nuk dështon kurrë. Ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë. Ky është themeli. Logjika e qiellit thotë, nëse kjo është e vërtetë, atëherë Perëndia, me një siguri absolute, do t'u jap të gjitha gjërat atyre për të cilët dha birin e tij.